Përshëndetje të gjithëve. Atëherë, si shta Ariela me të drejtë të flasët mbas Arlindit është detyrë shumë e vështirë, por vitë gjitha. Por ndoshta kam avantazhin duke qenë dhe i fundit, ndoshta do kujtohet diçka edhe nga ato që unë thash, kështu që ndoshta është pozitive edhe kjo. Atëherë, pikë së pari unë edhe një uroj mirëseardhjen të gjithë bashkëqytetarëve të Fierit, të gjithë miqve dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të Lëvizjes Bashkë që kanë rritur nga çdo cep i Shqipërisë. Faleminderit. Atëherë, unë doja të filloj fjalën time nga një kujtesë që unë kam dhe për herë të parë në këtë sallë, unë mbaj mend të kem qenë fëmijë nxënës i shkollës 8 vjeçare, kur mësuesi na sillnin për ato festat e fundvitit dhe na lumturonin e nxënësit që lodheshin pak më tepër me ndonjë dhuratë krishtlindjesh themi. Dhe për mua është kënaqësi që sot për herë të parë unë vi me vetdijen time, jo duke na marrë mësuesit për dorë themi, por duke ardhur ne këtu dhe duke thirrur dhe prindërit dhe familjarët tanë dhe njerëzit më të afër. Kështu që është një kënaqësi e veçantë. Dhe pikërisht unë po e nis fjalimin tim me një shprehje që më ngeli në mendje nga një bisedë që pata dje me tezën time, e cila teksa më pyese për orarin se kur duhet të vinte këtu sot, më tha një fjali që më la vërtet përshtypje. Më tha, do të vi se s'bën nesër, t'ju dëgjoj, sepse kryeministri na çmendi fare. Për ditë premton pasaporta evropiane për në 2030-ën. Na i larguan fëmijët dhe tani po na largojnë edhe pleqt. Kjo për mua nuk ishte një batut, ishte një konstatim, një e vërtet. Është realiteti i mira familjeve fjerake, qarku i cili ka dhënë më shumë shqiptar diasporës. Dhe është realiteti i mira familjeve në mbar Shqipërinë. Shqipëria po zbrazet dhe ata që zbrazën kanë guximin ta quajnë dhe këtë një sukses. Unë nuk e pranoj këtë realitet. Nuk e pranoj që ëndra shqiptare të jetë një bilet vajtje pa kthim. Nuk e pranoj që premtimi për 2030-ën të jetë një dokument që u lehtëson edhe më shumë ikjen shqiptarëve. Jo. Unë për vitin 2030 ëndërroj një Shqipëri ku më në fund trendi mos jetë largimi, po të jetë rikthimi. Ku njerëzit të mos jetojnë me frikën se fëmijët do ikin sapo të rriten, por me shpresën se fëmijët që kanë ikur do kthehen për të ndërtuar jetën e tyre këtu. Por një shtet i tillë nuk ndërtohet nga partitë e vjetra, të kapura që u shërbejnë personale, që u shërbejnë interesave personale e kriminale. Një shtet i tillë kërkon një parti ndryshe. Një parti që ka një cilësi që i ka manguar çdo partie shqiptare deri më sot. Dhe kjo është demokracia e brendshme. Asnjë parti që nuk është vërtet demokratike nuk mund të ndërtojë një shtet demokratik. Kur një parti zgjidhet nga një njeri vetëm, edhe shteti që ajo ndërton u shërben vetëm disa të pakëve. Ndaj ne nuk jemi thjesht një alternativë. Ne jemi e vetmja shpresë për një demokraci të vërtetë në këtë vend. Unë ndërroj se një ditë në librat historisë do të shkruhet. Më 11 maj 2025 shqiptarët patën për herë të parë mundësinë të votonin një parti ndryshe. Një parti të majtë, por demokratike në themele. Dhe kjo është partia jonë, Lëvizja Bashkë. E vetmja që dëgjon zërin antarëve, që merr vendime në mënyrë transparente dhe që jep mundësinë qytetarëve të përfaqësohen me dinjitet. Prandaj, ëndra ime është që në vitin 2030 Shqipëria të ketë një qeveri që të dalë nga partia e parë realisht demokratike në historinë e saj. Një qeveri që nuk sundon, por shërben
që nuk premton bosh për vepron me përgjegjësi. Unë besoj se kjo nuk është një ëndër naive, por një objektiv i realizueshëm, sepse ndryshimi nuk vjen nga qielli. Ai fillon me një vendim, ai fillon me një vot, me një zgjim kolektiv. Sot, fushata nis me një zotim, që do të luftojnë për një Shqipëri ku njerëzit jetojnë me dinjitet, jo me ikje, që do të ndërtojnë një shtet për qytetarin, jo për klientelën, që do të japim shqiptarëve më në fund një shtëpi ku mos të ndihen të huaj. Nëse deri dje na mësoni të iknim, sot ne zgjedhim të qëndrojmë. Nëse deri dje fëmijët tanë kërkonin të largoheshin, nesër ata do të kërkojnë të kthehen. Dhe kur historia të shkruhet, le të thuhet se fushata e parë historike nisi këtu në Fier. Ereja Polin, rroft Fieri, rroft Shqipëria.